Ditën e sotme është futur në fuqi, le të themi, edhe vendimi I Kuvendit të Shqipërisë për amnistinë, ku kanë dalë shumë të burgosur pasi kanë qenë përfitues të kësaj amnistie. Kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe për mundësinë që më jepni. Është kënaqësi. Avokat, mund na thoni pak se kush janë përfituesit e kësaj amnistie? Atëherë ne kemi një amnisti e cila është dekretuar më në fund, ndonse ka qenë një amnisti e vitit 2025, për cilët Komisioni I ligjeve e kishte depozituar në kuvend dhe legjislaturën e kaluar, pra legjislaturën e vitit 2025 nuk pati mundësi që të miratoj dhe më në fund kaloi jo më shumë gati një muaj më parë. Pas miratimit nga ana e kuvendit lidhur me këtë amnisti, kemi pasur dekretin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë zoti Bega, I cili në datën 30 qershor dekretoi ligjin e amnistisë, ndërkohë që ligji ka hyrë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare dhe vetëm ditën e sotme është bërë e mundur që të ekzekutohet, filloi ekzekutimi I këtij ligji, I cili I jep të drejtën të amnistojë të gjithë të burgosurit, të cilët ose kanë një vendim të formës prerë, po flasim për ata të cilët kanë marrë një vendim deri në datën 31 maj të vitit 2026, por kemi edhe për gjithë ata persona të cilët janë në hetim për vepra penale të cilat nuk e kalojnë masën e dënimit deri në 3 vite për meshkujt dhe deri në 4 vite për femrat apo për gratë, ndërkohë që përfitojnë edhe të gjithë ata të pandehur të cilët janë në gjykim. Pra mund të jenë gjatë gjykimit në shkallën e parë, mund të jenë gjatë gjykimit në gjykatën e apelit, pra është një gamë më e gjerë se amnistit e tjera, duke I dhënë mundësi edhe personave apo qytetarëve të cilët kanë statusin e personit në hetim apo statusin e të pandehurit. Kështu që kjo është risia ndryshe nga amnistitë e tjera, lidhur me krahasimin me amnistin e cila është miratuar në vitin 2024, pothuajse kemi copy-paste për sa I përket lidhur me kriteret ndaluese, pra të pandehurit të cilët kanë një dënim të formës prerë dhe që janë shmangur drejtësisë, nuk përfitojnë ata të cilët kanë kryer vepra penale kundra jetës së personit dhe shëndetit të tyre, siç mund të jenë vrasjet, krimet kundër personit, dhuna në familje, përndjekja, që në gjykimin tim kjo është një vepër penale për të cilën duhet të shikohej me shumë vëmendje nga ana e ligjvënësit, duke qenë se është një vepër që nuk ka një dënim të lartë, por duke marrë parasysh edhe hetimet të cilat tu në Shqipëri çalojnë dhe duke I dhënë shumë prioritet edhe grave denoncimeve të tyre dhe pa pasur prova të mjaftueshme dhe fakte për të dënuar burrat, kështu që duhet kishin qenë më të vëmendshëm ligjvënësit, gjithashtu edhe dhuna në familje. Pra kemi dhunën për përjashtim janë të gjithë ata dënuar të cilët janë dënuar për shkak të dhunës në familje, është një neni 130 I kodit penal, 130A, pra duke marrë në konsiderat edhe dhunën psikologjike, dhuna fizike që mund të ushtrohet nga familjarët apo bashkëtuesit ish bashkëtuesit, edhe këtu kemi shumë denoncime nga ana e grave për të cilat në gjykimin tim prokuroria nuk thellohet fare, po merr për bazë, por edhe gjykata gabon në vendimarrjet e tyre duke I dhënë të drejtë gravet dhe denoncimit të tyre. Këto janë pak a shumë ato vepra penale për të cilat ligjvënësi ka lënë një kriter ndalues, por gjithashtu kemi kriterin ndalues tjetër I cili duhet të jetë pra të gjithë. Avokat, a kemi ndonjë personazh të njohur që është liruar nga burgu? Atëre personazhe të njohur kemi shumë, por një prej tyre për cilat edhe mediat kanë
dhënë lajmin është Rosetta Dobi. Pra Rosetta Dobi ka qenë pastruesja e zonjës Alda Klosi, e cila ka qenë drejtoresh e tatimeve apo ka punuar në funksione publike për të cilat ajo akuzoi se kishte kryer vjedhjen, pra vjedhjen e një shume të konsiderueshme të parave për zonjën Alda Klosi, kështu që ajo do dali, bile s'ka dalë, janë bërë procedura dhe është liruar në mënyrë të menjëhershme. Pra, një kriter tjetër, jo kriter, por mund të them personat apo të dënuarit, të pandehurit, cilët përfitojnë, janë edhe pse ne kemi kritere ndaluese për të cilat ata përfitojnë, pra që nuk mundet të përfitojnë, por përfitojnë për shkak të masës së dënimit, jo për shkak të masës së dënimit, por për masën e dënimit e ka përcaktuar ligjvënësi, që thotë të gjithë të burgosurit, edhe pse ka kritere ndaluese, ata përfitojnë 2 vite, pra 2 vite i zbriten grave nga dënimi, ndërkohë që 1 vit i zbriten të gjithë të burgosurve që janë burra, që do të thotë, nëse zonja Rosetta ka pasur edhe 1 vit për të shlyer apo 1 vit e gjys, asaj automatikisht i zbresin 2 vite nga dënimi. Pavarësisht se mund të ketë një kriter ndalues në ligjin për amnistin penale, ajo përfiton nga dispozita tjetër e cila jep mundësinë që të zbritet deri në 2 vite. Pra, kjo është pozitivja lidhur me këtë ligj të amnistisë, që jep të gjithë mundësinë të gjithë të burgosurve, edhe pse nuk përfitojnë nga ato kriteret që ka vendosur ligjvënësi, pra lidhur me përfitimin nga amnistia, ata përfitojnë për shkak të një dispozite tjetër që jep mundësi. Pra, edhe për të gjithë ata të tjerë të cilët mund të kenë, fjala vjen burrat, mund të kenë 2 vite për të shlyer, atyre i zbritet automatikisht 1 vit. Dhe i bie që të përllogaritet edhe 1 vit tjetër për të mbetur, apo kush tjetër i cili mund të ketë 1 vit e 3 muaj, i zbritet 1 vit dhe i detyrohen apo duhet të bëjnë 3 muaj të mbetura. Pra, kjo është veçantia pozitive e ligjit të amnistisë, e cila jep mundësinë zbritjes së dënimit 2 vite për gra dhe 1 vit për burra, pavarësisht se mundet të ketë kriterë ndalues. Unë do doja që të ishte më e gjerë ligji për amnistin, për shumë vepra nuk duhet të kishte kriter ndalues, sepse këtu abuzohet shumë lidhur me të gjithë ato hetime të qalta që bën organi i akuzës, për cilat nuk provohet fajësia, apo janë vepra për të cilat duhet një punë shumë e madhe nga organi i akuzës dhe nuk duhet të shkojë aty të kërkoj burg për qytetarë të cilët nuk e kanë kryer një vepër penale, ose edhe nëse e kanë kryer një vepër penale, detyra e organit të akuzës ngelet që t'i provojë këto me prova konkrete, por edhe natyrisht gjykata, që është shumë e rëndësishëm, nuk është vetëm një emet e organit të akuzës, por gjykata merr në konsiderat vetëm ato kërkesat e organit të akuzës, edhe pse nuk ka prova. Kështu që edhe gjithë kjo luftë e madhe që është bërë për politikanët e nivelit lartë, cilët me të drejtë, ata kanë të drejtën e tyre që të kundërshtojnë si procedurën e organit të akuzës, provat, por vlerës së tyre provave, që ata e kanë mundësinë e madhe që ta bëjnë të luftë qoftë në rrugë mediatike, por edhe institucionale, sepse ka mundësi për të patur avokat apo mbrojtës ligjor, tu shtrohet problemi për një pjesë të madhe të popullsisë apo qytetarë, të cilët janë shtrese mesme dhe poshtë, cilët nuk kanë mundësi as për të paguar avokat, por nuk kanë pse të paguajnë avokat, ndërkohë që ata se kanë kryer një vepër penale, pra është detyra e këtij institucioni që të mbajë përgjegjësi lidhur me hetimet. Pra, ne kur flasim për një drejtësi penale, flasim për të gjithë qytetarët, duhet ta ngrem zërin që ata të trajtohen në mënyrë të barabartë, nëse janë të varfër apo të pasur, nëse kanë pushtet apo nuk kanë pushtet, apo kanë pasur pushtet, nëse kanë lidhje me
pushtetar apo nuk ka lidhje me pushtetar, me gjyqtar apo me prokuror, pra të gjithë duhet të trajtohen me dinjitet, të barabartë përpara ligjit, nuk duhet të cënohen të drejtat e tyre dhe dënimet pa prova duhet të jepen fund një herë e përgjithmonë. Sepse duhet kuptojmë që edhe burgjet nuk e ofrojnë atë mundësi që palët, le njerë që ka të dënuar që nuk kanë kryer fare një vepër penale dhe ka dënime të padrejta, por edhe dikush i cili dënohet me të drejtë, pra bazuar në prova, në fakte dhe në ligj, atëherë ai duhet trajtohet me dinjitet brenda këtyre institucioneve, të krijohet mundësia që të rehabilitohet, të arsimohet, të marrë një zanat, të kuptojë gabimin të cilin ai ka kryer dhe në momentin që do dalin nga institucioni i ekzekutimit vendimit penal, ai të ketë mundësi që të integrohet në shoqëri. Pra, mirë po dalin 500, sot kanë dalë 500 të burgosur. Çfarë do bëhet nesër me këta 500? Pra shteti i lë këta në mes të rrugës. Nuk është kështu në një shtet të së drejtës dhe një shtet ligjor. Shteti kujdeset për çdo të dënuar në mënyrë që ai të reintegrohet, të futet në punë, të ketë mundësi për ndihmë sociale, të ketë mundësinë e një strehimi apo qoftë edhe një ndihmë ekonomike deri në momentin që do integrohet, do futet në punë. Ne kemi 500 të dënuar, të cilët nesër do jenë në rrugë dhe përgjithsisht ndodh që të dënuarit që dalin nga burgu, ata prap janë të prirur që të futen në kriminalitet, që do thotë nuk rehabilitohen. Shumë prej tyre të cilët janë dënuar edhe kot thonë, ore unë u futa në burg duke mos kryer një vepër penale, ndërkohë që të tjerët, edhe pse kryen vepra penale, ata i shmangen drejtësisë dhe nuk i hyn gjëm në këmbë. Dhe shumë prej tyre i futen në kriminalitetit, pra bën me zor, bën kriminal, sepse i stimulon ambienti, shoqëria, por edhe shteti ynë. Kjo duhet parë si një moment të reflektimi nga ana e qeverisë, por natyrisht një rol të rëndësishëm duhet luajë Ministria e Drejtësisë në hartimin e politikave lidhur me të dënuarit të cilët kanë kryer këto dënime penale, por edhe propozime konkrete për sa i përket trajtimit social të tyre të dënuarve. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë, kënaqësi edhe për mua.